Aktiviteti i biznesit në Eurozonë u tkur në mënyrë të papritur këtë muaj, ndërsa industria dominuese e shërbimeve të bllokut pësoi një rënje më të thellë të kërkesës. Megjithatë, prodhimi tregoi shenja të mëtejshme stabilizimi sipas anketës. Indeksi paraprak i blerjeve të Eurozonës i përpiluar nga S&P Global dhe i parë si një i mirë për rritjen, ra në 49.5 këtë muaj nga 50.4 në prill. Maji shënon rritjen e parë këtë vit në nivelin 50 që ndan rritjen nga tkurrja. Ekonomia e Eurozonës thjesht nuk po e gjen ekuilibrin e saj, thonë ekonomistët. Indeksi i shërbimeve ra në 48.9 nga 50.1, shifra më e ulët që nga janari 2024 dhe shumë më poshtë vlerësimit të sondazhit për një rritje në 50.3. Ndërsa kërkesa rap përsëri, optimizmi midis firmave të shërbimeve për vitin e ardhshëm u zbeh mëtej. Indeksi i pritshmërive të biznesit ra në 54.0 nga 55.1, por fabrikat treguan më shumë shenja rimëkëmbje me prodhimin që u rrit në nivel pothuajse 3 vjeçar prej 49.4 nga 49.0. Disa nga përmirësimet mund të kenë ardhur nga ulja e çmimeve në fabrika për të mbështetur kërkesën. Indeksi i çmimeve të prodhimit ra në nivel 5 mujor prej 49.0 nga 51.3. Rimëkëmbja në prodhim është në bazë të gjerë me shenja inkurajuese që vijnë si nga Gjermania ashtu edhe nga Franca. Uljet e mëtejshme të normave të interesit mund të japin një nxitje dhe çmimet më të ulta të naftës krahasuar me vitin e kaluar po ndihmojnë gjithashtu, shpjegojnë analistët. Banka Qendrore Evropiane uli normat e interesit për herë të shtatë brenda një viti muajin e kaluar dhe tregjet aktualisht parashikojnë një ulje tjetër prej 25 pikësh bazë në qershor.